Fshati Murriz Kozar në bashkinë e Lushnjës u përmbyt totalisht nga rreshjet e para 2 muajve, ku dëmtuan banesat dhe të mbjellat. Sot, pas 2 muajsh, kultivuesit e perimeve në sera në këtë zonë kanë humbur një sezon dhe rrezikojnë të humbasin edhe sezonin e ardhshëm pasi shumica e tyre nuk kanë mundësi financiare për t'i rimbjellë serat. Dëmet e shkaktuara janë verifikuar dhe u premtua që do të shpërblehen nga kjo fatkeqësi natyrore, por deri më sot asnjë prej fermerëve nuk është dëm shpërblyer. Në këto kushte, fermerët me mundësitë e tyre të pakta po punojnë për t'i rimbjellë serat, por ata shprehen se kanë të pamundur që të vazhdojnë punën pa marrë dëm shpërblimin. Ne s'kemi mundësi se gati janë 1 hektare, ato shpenzimet janë të larta, fidani dihet se sa është 300 lek, fidani din dhe këta të bujqësisë din tërë, mundësi s'kemi që t'i vëm punë prap, dhe i tani s'kemi marrë gjë, po që mundësia, t'ja dim për falenderin që ose do jepet në mundësi, po në dhas në dhanë të një ata din. Neve në ka qua rreth 1 muaj mrapa, në më dhe sezonin a iku bosh, tani ne shpresojmë nga shteti tani veri dorën në ndihmoj që ne punojmë, ti mjellim, se ndryshe ne ti e shikon vetë, s'kemi qa themi me. Si që shikoni dhe vetë, kjo është gjendja e sallatorit, që po të shikoja në gjendje më parshme se ishte, dhe më dhe në shmjellë në 15 në ndorë, dhe po thuj se e shikoni dhe vetë, që nga dita për mbytjes, deri më sot, jam bëna një nga këta, kasë për vete nuk dhe e lejë, për të bësh në i salatë, me gjitha shpenzimet, i thonë të hedhësh, që të themune, duken pamjet vetë, 2 milion lek, mas më tepër, edhe hajtë a shesë të në lojë tani, që të nëzirësh apeto 5 lek për shumë për familjen ose për fëmit, që të ushirë fëmit. Dhe më dhe çdo gjë ka marrur, qofë se shteti. Nuk kep ata që i premtoj, i bie pastaj që të flasim ne, qa nuk u rrist, edhe të ikim prapë mrapsh, si shkemi qenë në kohët. Serat të erdhën i verifikuan, ishte edhe vetë administratori, i pa bashkë me agronomin, po dëm shpërblim gjë tani nuk kemi marrë. Presim në ndihmoj shteti, sepse me të keq, kjo stremu ka lë kraza që ka ecur se s'është bima se ta mjellesh nga e para. Po sa të marrin, pak të nxjerrin në shpenzim, ta hanë në kore buke. Fermerët shprehen se ata nuk u përmbytën nga rreshjet, por nga shkarkimet e hidrocentralit të Banjës. Prandaj kërkojnë me ngulm dëm shpërblimin, pasi serat i kanë të pasiguruara, pasi kompanitë e sigurimeve nuk i marrin përsipër. Pastrimi i Shatërvanit në qendër të qytetit është një proces i rregullt mirëmbajtjeje që përfshin heqjen e mbeturinave, largimin e algave dhe pastrimin e gurve apo fasadave, shpesh duke përdorur ujë me presion të lartë dhe mjete manuale për të ruajtur pastërtinë dhe estetikën e hapësirave publike. Kjo punë që kryhet për të garantuar higjienën dhe për të parandaluar dëmtimin e strukturave, u realizua nga Bashkia e Lushnjës dhe nga punojësit e zjarfikse së Lushnjës. Fillimisht u bë thithja e ujit nga Shatërvani me anë të pompave, ndërsa më pas punojësit vijuan me pastrimin e sipërfaqes dhe pjesës së brendshme duke përdorur ujë me presion për të larguar papastërtitë e grumbulluara. Sipas bashkisë, pastrimi i Shatërvanit kryhet çdo 3 muaj, në mënyrë që kjo hapësirë e frekuentuar nga qytetarët të ruajë pastërtinë dhe funksionalitetin e saj. Megjithatë, për shkak të ujit dhe depozitimit të papastërtive në pjesën e poshtme, do të ishte e nevojshme që ky proces të realizohej më shpesh. Për të ndjekur nga afër punimet e pastrimit, ishte e pranishme edhe nënkryetaria e Bashkisë e Lushnjë, Edlira Mezini, e cila pa nga afër punën e kryer nga punojësit gjatë këtij procesi mirëmbajtje të Shatërvanit të qytetit. Përmbytjet e lumit Vjosa kanë dëmtuar rënd serat e luleshtrydheve të rreth 60 kultivuesve të kafaraj në Fjerë. Rreth 300 dynim në pikun e prodhimit u përmbytën 2 muaj më parë, duke lënë sot të gjithë prodhimin mes baltës e jo cilësor dhe pa çmim në treg. Fermerët e dëmtuar tregojnë se në 5 herë që janë përmbytur që nga viti 2015, vërshimi i Vjonsës në janar të këtij viti ka goditur më rënd. Ata pohojnë gjithashtu se dëmet e përllogaritura arrin në miliona lek dhe deri më sot asnjë komision nuk ka dalë në terren për të verifikuar këto dëme.
kam 15 dylym lule shtryve, serë. Janë përmbytur këtë gjitha dhe është një dëm shumë i madh. Ja shikojnë edhe vetë, pas 1 muaj e gjysmë, 2 muaj, kjo është akoma me baltë. është me gjanë. Që nuk delën treg, du në treg dhe dali të pak të për një 2 muaj po dolëm. Nëse nuk do të dëmë shpërbleni, sa e vështirë do t'jetë situata? E vështirë do duket në fund. Po dhe tani dhe shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Një apel që keni për institucionet? Apel ndim, që se e vendonë zemër na vlerësojnë pak nga temi. Fermerët e kësaj zone, e njohur si ferma më e madhe e kultivimit të luleshtrydheve në Shqipëri, e kanë të bazuar jetesën te kultivimi i kësaj kulture ndaj dështimit sezonit të saj për tash shkatërrues. Unë vajta 30 vjet me mërgim. Ato lek që ashtuja i festuam këtej, kemi ardhur vërdall, kemi patu dhe humbje, po që e humbja më e madhe që na ka lënë pshamu zero me fjalë. Nuk kemi mundësi më që çfarë do të vazhdojmë. Shikon çdo gjë me sy. Jeni përmbytur për të 5ën herë dhe nuk jeni dëm shpërblyer. Besoni se do të jetë e njëjta gënjeshtër e radhës? Po, patjetër. Sipas shenjave që na kanë thënë se kështu ku flasin ata flasin si poet, flasin shumë bukur, i pëlqej. Po çdo gjë nuk bëhet me praktik, bëhet vetëm politika që mbajnë ata. Nuk kemi në një zgjidhje, për shembull, që të vi shteti këtu të verifikoj demet në çdo fermer, mos ta shikoj nga karrikja ose nga komuna, ta shikoj praktikisht këtu te toka. Të vi komisioni këtuja të sa ka dylym afrimi, sa ka tjetri. Pra ndjeni vetëm të braktisur fatin tuaj të keq? Po, shumë braktisur jemi. Përballë kësaj situate, ata apelojnë për ndihmë nga shteti, edhe pse deri më sot, nga përmbytjet e mëparshme, nuk janë dëmshpërblyer asnjëherë. Ministri i Financave Petrit Malaj zhvilloi sot një takim me drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Binaj dhe drejtorin e përgjithshëm të doganave Besmir Beja, ku dakordësua mbi planin operacional për ngritjen e një task force të përbashkët mes dy institucioneve. Kjo task force do të ketë në fokus arritjen e kontrollit dhe efikasitetit tatimor dhe doganor në sektorin e hidrokarbureve, si në tregtimin me shumicë, ashtu dhe në atë me pakicë, në mënyrë që të shmangen rritjet abuzive të çmimeve të tregtimit të karburanteve dhe duke mbrojtur kështu qytetarët shqiptar. Ministri i Financave Malaj theksoi se ky plan operacional vjen edhe në kontekstin e zhvillimeve të fundit ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar në çmimet e hidrokarbureve. Së bashku me drejtorin e përgjithshëm të tatimeve dhe drejtorin e përgjithshëm të doganave, sapo dakordsuam planin operacional për ngritjen e task forces midis këtyre dy institucioneve. Ka për qëllim rritjen e kontrollit dhe efikasitetit tatimor dhe doganor për sa i përket sektorit të hidrokarbureve, të tregtimit me shumicë dhe pakicë. Kemi marrë shkas për ngritjen e këtij grupi operacional, nisur dhe nga konflikti më i fundit midis Iranit, SBA-s dhe Izraelit, konflikti i cili ka ndikuar në çmimet e hidrokarbureve, çmime të cilat do të jenë në monitorim nga këto dy institucione në mënyrë që mos kemi rritje abuzime të këtyre çmimeve në sektorin e tregtimit të hidrokarbureve me shumicë apo dhe me pakicë. Sot kemi dakordsuar se kush do të jenë hapat që do të ndiqen nga këto dy institucione, duke filluar që nga vlerësimi me risk i operatorëve që operojnë në këtë sektor, por nga ana tjetër edhe duke marrë informacione nga tregu për sa i përket abuzimeve potenciale që mund të ndodhin. Kontrolli do të fokusohet jo vetëm në kontrollin e dokumentacionit doganor apo tatimor, por edhe në kontrollin fizik të sasive të hidrokarbureve që tregtohen nga pikat e tregtimit me shumicë dhe pakicë. Ministria e Financave mbetet e angazhuar për një mirë administrim tatimor dhe doganor sa më të mirë dhe në dobi të qytetarëve shqiptar. Policia e Lushnjës dhe e Divjakës ka ndaluar 2 shtetas për vepra të ndryshme penale. Sipas njoftimit të policisë, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin AP 66 vjeç banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka humbur kontrollin mbi motomjetin pa targa që drejtonte në gjendje të dehur, dhe si pasojë motomjeti ka dalë nga rruga. Aktualisht, shtetasi AP është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjak referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin e Ç për veprën ndërtimi i palishëm. Gjithashtu dje në Komisariatin e Policisë Lushnjë kallëzoi shtetasi FM se i kishin vjedhur një vegël muzikore në automjet. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të vjedhjes. Në orët e para të mëngjesit në fshatin Golemi Madh dyshohet se si pasojë një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në një fabrikë për përpunimin e mbetjeve të ullirit. Si pasojë pati vetëm dëme materiale. Grupi hetimor po punon për dokumentimin e rrethanave të rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.